portin e Dortmundit dhe dajnë deri e pista ku do të niset aeroplani privat. Bashkë me menaxherin, trajnerin dhe bashkë me vëllezërit Bakaj po nisemi drejt Shqipërisë, ku Amarildos i ka munguar për 9 vite atë dheu i tij, e në çdo sekond edhe prindërve të tij, të cilët po e presin me padurim. U nis për gurbet me autobus për në Gjermani, si 14 vjeçar, duke mos e menduar kurrë se vetëm pas 9 vitesh do të kthehet me aeroplan privat. Se si ndihet Amarildo, e thot vet ai. Fiksa 20 minuta në ndaj nga toka ime, tani po zbresim. Me thanë drejtën s'po m'besohet, që mas 9 viteve veç 2 orë më ka nda nga atë dheu im. Jam shumë i lumtur, shumë i emocionum. Nuk di si ta shpjegoj. Tajten është ndeshja, do të thonë 27 korrekt në sheshin e Tereza. Me nim Zoti do t'ju bëj krenar, është një barë shumë e rëndë, sepse është në vendin tim. Ma para kishim e pranu vdekjen se humbjen, por veç Zoti i madh e din, unë do jap më të mirën që t'ju bëj krenar këtë natë dhe të festojmë gjithë shqiptarët së bashku, sepse e di që shumë shqiptarë po e presin këtë ndeshje. Pas 1 ore gjysmë fluturimi, arritëm në Tiranë. Erdhi momenti që të gjithë së bashku të jemi në përkrahje të boksirit Amarildo Bakaj me datë 27 korrik në sheshin Nën Tereza në Tiranë. Timi gjithë së bashku atë natë triumfojmë dhe të festojmë bashku, nëse ju nuk do jeni aty, nuk do jetë as nata e veçantë, që duhet të festojmë gjithë së bashku, ju du gjithëve.